me ish-krerët e UÇK-s në një kohë kur shumë nga drejtuesit e regjimit serb kanë përfunduar dënimet dhe janë liruar, ky kontrast tashmë ngre dhe pikpyetje të forta. Kemi të bëjmë tashmë me një drejtësi të barabarta apo ndoshta me një standard të dyfirsh që po rishkruan historinë? Për fat keq ajo që po ndodh në tribunalin e Hagës është një shembull eklatant i asaj se si drejtësia ndonjëherë mund të bëhet një mekanizëm shumë i fortë dhe i njollosjes së një lufte çlirimtare dhe e një çlirimi i cili ka pasur aspiratat e veta me shekuj dhe në fund të arrit të bëhet me ndihmën edhe të faktorit ndërkombëtar që duke pas situatën në luftën e Kosovës, duke pas emocionin e një pastrimi etnik që po ndodhte atje, masakra të papara më parë në këto nënqij, me shumë mund dhe me shumë sakrificë u arrit që të sigurohet pavarësia dhe të çlirohet kombi shqiptar në Kosovë nga represioni serb. Mirë po, në këtë kontekst tani, ajo që ndodhi me tribunalin e Hagës është problematike që në piknisjen e saj, shkaku se imagjinoni nuk ka një shembull të tillë në botë ku një popull pas një lufte çlirimtare përballet me drejtësinë në nivel ndërkombëtar. Ktu më përpara ka pasur disa shembuj, për shembull Algjeria kur ka siguruar pavarësinë e saj nga Franca, njashtu është përballur çlirimtarët e saj me një lloj gjykimi, por ka qenë nga gjykatat franceze, njashtu edhe Irlanda kur siguroi pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar, ka pasur disa tentativa për t'i gjykuar çlirimtarët e Irlandës, mirë po në situata të gjykatave të Britanisë, ajo që po ndodh tani me Kosovën është që është krijuar një tribunal ndërkombëtar për të gjykuar krerët e UÇK-s për luftën të cilën u bë për çlirimin e Kosovës. Prandaj që në piknisje dhe vërejtjet që kanë ardhur nga shumë anë që ky tribunal mos të marrë trajtën e duhur dhe mos të votohet në Kuvendin e Kosovës, po dëshmojnë që kanë qenë shumë me vend dhe për fat të keq një vendim i tillë, një miratim i tillë në Kuvend nuk do ishte mirë që të kishte ndodhur, shkaku se i shohim pasojat dhe prokuroria ka bërë kërkesën e saj që ish-krerët e UÇK-s të dënohen me nga 45 vite burg, që është një dënim drakonik, do kisha thënë, sa u përket gjithë procesit, gjithë pjesës organizimit edhe të padis dhe të përmbledhjes së fakteve. Ky proces, jo sepse ne shqiptarët e gjykojmë ashtu, po del që është më tepër një lloj amnestimi i represionit serb ndaj popullatës civile në Kosovë, për shkaku se po ndodh ajo të cilët edhe ne nuk kemi dashur ta besojmë se do të ndodhte, faktikisht viktima të gjykohet për të bëmat të cilat me shekuj dhe sistematikisht i kanë bërë represori serb në këtë rast, dhe duke gjykuar këtë tribunal si të parin e llojit vet edhe në suaza ndërkombëtare, sigurisht që ne si shqiptar duhet ta dënojmë këtë lloj gjykimi që u bëhet krerëve të UÇK-s, shkaku se këtu nuk po njollosen vetëm figurat dhe kreu i UÇK-s, mirë po gjithë ajo luftë e drejtë për çlirimin e Kosovës. Këtu në sa i përket edhe Maqedonisë së Veriut, faktori shqiptar këtu, por edhe Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve në rajon, por edhe në botë kudo që janë, jemi të një mendimi, jemi në suport dhe në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s që mendojmë se po bëhet një gjyq i padrejtë ndaj tyre, mirë po problematika dhe si erdhi deri këtu kërkon një analizë tjetër sa i përket faktit që
do të ishte më e mirë që Kuvendi i Kosovës ndoshta mos ta votonte fare konstituimin i një lloji të këtill të tribunalit i cili ka elemente legjislacionit të shtetit Kosovës, mirë po geografikisht po mbahet në Hagë dhe po gjikohen atje, një tribunal atipik i pari i llojit vet sa i përket edhe të drejtës ndërkombëtare që po bëhet, kështu që pritshmëritë tona nuk është se janë të mira sa i përket epilogut të këtij gjykimi, mirë po pasoja që do të sjell në rajon, por edhe sidomos në Kosovë, do të jenë të mëdha dhe prandaj bëjmë apel si shqiptar që të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si vepron ky tribunal sa i përket asaj që po gjikon një luftë të drejtë të shqiptarëve për liri dhe ish-krerët e UÇK-s duhet të lirohen dhe të jenë pranë familjeve tyre. E qartë. Mirë, zoti Rezi, për ta mbyllur, ndërkaq bën dhe dy krahasime pra dy realitete, por sigurisht pa humbur dhe kontekstin historik dhe atë moral. Regjimi i Milošević operonte me aparat shtetëror, ushtri, polici, zinxhir komandimi institucional dhe strategji të dokumentuara represive. Ndërsa UÇK-ja pra lindi si një realitet tjetër pa shtet, këtu pa institucione, por edhe si një reagim ndaj dhunës sistematike të ushtruar. Pra, si krahasoni këto dy realitete të ndryshme? Ajo që thatë edhe ju është e pakrahasueshme mënyra e veprimit të njërës instancë dhe të tjetrit formacion, do kisha thënë, çlirimtar të UÇK-s. Mirë po, ajo që vlen të thuhet është që me sa e kam ndjek edhe unë procesin në Hag, thuajse askush nga dëshmitarët nuk ka lënë të kuptohet apo nuk ka dhënë informacione të besueshme se ndonjë thyerje e ligjeve të luftës e pretenduar se është bërë nga formacioni i UÇK-s ka ndodhur nga zinxhiri komandues i një organizate të atill jo shumë mirë të konsoliduar, do kisha thënë si formacion edhe ushtarak, mirë po nuk ka askund fakte se krerët e UÇK-s kanë pasur ashtu urdhra edhe për ndonjë pretendim për ndonjë thyrje të ligjeve të luftës apo thyrjeve të ligjeve ndërkombëtare sa përket procesit të luftës, kurse ka hëna tjetër përveç presionit dhe tentimit për pastrim etnik bërë nga Miloševići në Kosovë, të kemi parasysh kanë funksionuar edhe grupe para-ushtarake të cilat njihen për krimet makabre që i kanë bërë edhe në Bosnjë, por edhe në territorin e Kosovës dhe gjithë aparat luftarak dhe shtetëror mbi popullatën civile të pambrojtur i ushtruar dhe në fund të epilogu del që fare pak tribunali ndërkombëtar ka arrit që të dënoj këtë kriminal të luftës, ndërkaq një formacion ushtarak i krijuar për mbrojtje të popullatës civile dhe për sigurimin e pavarësisë së shtetit të Kosovës të gjykohet në këtë mënyrë është e padrejtë, e pamoralshme dhe një lloj i ri i asaj që ndoshta për herë të parë viktimat po dënohen më tepër se agresorët, duke pas parasysh që nuk ka asnjë lloj fakti dhe prova për akuzat të cilat ju ngriten i shkrerëve të UÇK-s. Në gjykimin tim dhe në gjykimin e shumë shqiptarëve, ky tribunal ka dështuar që të siguroj paanshmërinë sa i përket kësaj çështje, duke pas parasysh që po gjykohen krerët e një organizate luftarake e cila ka qenë në mbrojtje të popullsisë civile dhe ka ndaluar ndoshta që për masat e krimeve serbe në popullatën civile të jenë edhe më të mëdha, edhe pse
janë makabre dhe të panjohura deri më tani edhe për librat e historisë, për në qendrin e Ballkanit, por edhe për kudo në botë. Dhe në fakt këto pamje dhe ky lloj dhune të ushtruar nga ushtria serbe ndaj popullatës civile ishin edhe shkaku që u vendos që Shtetet e Bashkuara me ndihmën e aleatëve të tyre të NATO-s edhe të intervenojnë për ta ndalë gjakderdhjen dhe krimet e mëtutjeshme, duke mos i respektuar edhe atë parimin e konsensusit të brendshëm